Për më shumë se një muaj mundi të qëndroj brenda Vlorës pa u diktuar nga askush, madje ndoqë rregullisht çka u fole u shkrua për të në media. I dyshuar se njëri prej ndërmjetësve të krimeve me pagesë nga Julian Sinanaj, Andon Mhillaj, u dorëzua në polici. Pas ditën e së mërkurës me kërkesë të tij, avokati Edmond Demaj nisi negociatat me policinë dhe prokurorinë e Vlorës. Mëngjesin e sejntes, shoqëruar nga familjarët, Mhillaj u prangos. Bile është vonuar pak derisa të rregullonte problemet e veta familjare, pasi ka lënë pas tani që është dorëzuar, ka lënë jashtë gruan dhe 2 fëmijët e tij. Sapo vendos në qelidhe para burgimit, Andon Mhillaj në deklaratën e parë të tij mohoi lidhjet me vrasjet me pagesë të Sinanajt, por edhe me atentatet me eksploziv. Treguar sa më realisht të vërtetën dhe të përballet edhe me ata që ai pretendon se realisht po ja përkeqësojnë gjendjen e tij në një kohë që nuk i pranon akuzat cilat shtypi ka drejtuar ndaj tij. Konflikti lindur mes Julian Sinanajt dhe Andon Mhillajt pas vrasjes së peshkatarit Sokol Veizaj ka bërë që të dy palët të ruheshin nga njëri tjetri. I vetmja përfshirje në të cilën ai pranon se ka një lidhje që nuk është ashtu siç është në fakt, lidhur me vrasjen e shtetasit Sokol Veizi në Orikum, është i vetmi kontakt për të cilin ka pasur lidhje me atë që akuzohet direkt për kryerjen e kësaj vrasje, po nuk ka pranuar asnjëherë që ka qenë ai personi që ka urdhëruar. Ka pasur një periudhë shumë të gjatë kohe që ata nuk kanë folur, kanë qenë, të zënë me njëri tjetrin. Ai ka qenë nën kërcënimin e Julianit për shumë kohë. Disa orë më pas, Andon Mhillaj nga Vlora u vendos në qelidhe e para burgimit të Tiranës, pasi është nën hetim të prokurorisë së krimeve të rënda. Mhillaj është transportuar me një makinë civile i pashoqëruar me eskort policie dhe i veshur me antiplumb për arsye sigurie. Në 10 shkurt, në oborrin e banesës Andon Mhillajt u vendos një sasi tritoli, shpërthimi të cilit shkaktoi vetëm dëme materiale, ndërsa në shtëpi nuk ndodhej asnjë pjesëtar i familjes. Ata ishin larguar në kohën kur çështja e bandës së tritolit u bë publike dhe kushërin Mhillaj u shpallën në kërkim. Andon Mhillaj dhe kushëriri i tij Genis Mhillaj ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe policia vendosi një shpërblim prej 10.000 eurosh për çdo që do të informonte mbi vendodhjen e tyre.